Në një ceremoni të organizuar në Gostivar, karateisti Berat Jakupi përfundimisht I tha lam të mirë karrierës aktive. Të pranishëm në këtë ceremoni të përmbylljes në hapësirat e shtëpisë së kulturës në Gostivar, ishin përfaqësues të Komitetit Olimpik të Maqedonisë së Veriut, përfaqësues të Komitetit Olimpik të Kosovës, përfaqësues të federatave nga Maqedonia dhe Kosova, dhe shumë emra të njohur të sportit, politikës, kulturës dhe përfaqësues të mjedisit dhe përfaqësues të medias dhe familjar të tij. Me këtë rast, Jakupi me të pranishmit ndau emocionet e viteve të karrierës, duke shprehur mirënjohjen e tij për të gjithë ata që e kanë mbështetur dhe kanë kontribuar në rrugtimin e tij sportiv. I emocionuar, karateisti Berat Jakupi para të pranishmive falenderoi të gjithë ata që e kanë përkrahur ndër vite, me theks të veçantë familjen e tij, por edhe trajnerin e tij, Arlind Huseini. Sonte është nata më emocionale e jetës time sportive. Sonte nuk përmbyllet vetëm një karrierë, por përmbyllet një kapitull I shpirtit tim. Një rrugë që fillon para shumë vitesh, kur një djalë I vogël nga Gostivari filloi të ndronte për karaten. Rruga ishte e gjatë, ishte e bukur, ishte e vështirë, dhe asnjëherë nuk ka qenë e vetmuar. Rrugtimi tim si sportiv e nisi një moment që nuk e harroj kurrë. Ishte viti 2000 në Ohër, në një seminar të organizuar nga profesor Besnik Murati. Ai së bashku me kampionin e botës, idhullin tim të fëmirisë, Enver Idrizi, ishin dy njerëzit që ndezën shkëndijën e parë. Enver Idrizi ishte njeriu që unë e shikoja si shembull absolut dhe ai ishte njeriu që më veshi për herë të parë kimonot e bardha. Aty filloi gjithçka. Por rruga ime si sportist nuk do të kishte marrë formë pa njeriu që më mësoi hapin e parë të vërtet të karates, trajneri im Arlind Huseini. Për figurën e yllit të karates folën edhe trajneri I tij Arlind Huseini, legjenda e karates shqiptare Enver Idrizi dhe kryetari I Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi dhe shumë të tjerë. Kemi nderin të flasim për një njeri sportistëve më të mëdhej, një prej sportistëve më të mëdhej që vendi ynë ka nxjerrë ndonjëherë. Ai është Berat Jakupi. Karriera e tij është një monument I përkushtimit, disiplinës dhe rezultateve të jashtëzakonshme, një histori që do të mbetet tek vendur në kujtesën e sportit në vendin tonë. Sonte Gostivari jo ka ndryshon, me një yll sikur që është Berati, edhe besoj që edhe ma tutje edhe ma shumë kome ndryqu, se është një sportist ndër karatistat më të mirë gjitha kohërave shqiptar. Për Beratin me fol duhet shumë kohë. Unë e kom përcjell, Berati nuk është vetëm talentin e ka patjetër, por një punëtor I madh. Një punëtor, një djalë që e don sportin, e don karaten, e ka dash fitoren, gjithmonë ka kërku fitoren. Trim I guximshëm. Berat Jakupi me medalje nderoi persona të cilët e kanë përkrahur, por me mirënjohje nderoi edhe mediumet në mesin e të cilëve edhe televizionin Koha, si dhe autorët e librit Të jesh I pari nga Sadia Aliti dhe Shaban Sinani. Kam derin që njoftoj se jam ndër gazetarët I cili nga vitit 2001, kur I ka bërë hapat e para Berati, kemi filluar të shkruajmë në gazetën Fakti dhe kemi arritur deri në emisionin e fundit që kam bërë para disa muajve me legjendat e sportit. Pra, Berati është një legjendë e vërtet. Por, Berati shpesh e përmendi një fjali ati Të jesh I pari. Pikërisht unë dhe kolegja Sadia Aliti kemi botuar librin Të jesh I pari, pikërisht për Berat Jakupin dhe trenerin e tij Arlind Huseini për gjithë sukseset që kanë arritur gjatë karrierës së tyre. Berat Jakupi gjatë gjithë karrierës së tij ka shënuar suksese të majme dhe ka grumbulluar një koleksion të pasur me medalje e tituj shtetror, ballkanik, evropian e botror, një nga karateistët dhe sportistët më të mirë që ka pasur vendi viteve të fundit. Berati në vitin 2014 u shpall numri 1 në botë
në kategorinë kumit deri në 84 kg nga Federata Botërore Karates, duke marrë vlerësimin më të lartë të mundshëm për një karateist. Berat Jakupi gjithashtu ka fituar 3 Oskar sportiv dhe është shpallur për një dekadë rresht si karateisti më i suksesshëm në Maqedoni.